Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhuar falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi edhe sot në takimin e radhës, në takimet e tona të rregullta pas namazit të sabahut, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, që lutem Allahun xhallahu ala të na i ketë pranuar të gjitha punët e mira. Dhe të na i shumëfishon shpëlimet për to, të na i falë mëkatet tona. Dhe sot është edhe dita e fundit e ligjëratës tonë në këtë muaj të bekuar. Ne padyshim do të vazhdojmë inshallah pas Ramazanit, por me këtë do të thotë rregull që kemi vendosur këtë muaj dhe ligjëratat e Ramazanit, sikur që keni njohur, sot është dita e fundit. Andaj Allahu xhallahu ala që të na përfundon me hajër dhe me të mira këtë muaj dhe të vulloset angazhimi jon i këtij muaji me pranim tek Zoti dhe shpërblim. Gjatë këtij muaji të bekuar në derset tona kemi folur për disa nga realitetet që ne si njerëz i jetojmë këto realitete, i kemi pranë vetes tonë dhe që duhet që të përfitojmë nga këto realitete. Dhe i kujtohet kemi filluar me realitetin që njeriu e fillon jetën me të. Kemi thënë se njeriu këtë jetë e fillon me ignorancë, nuk din asgjë, e pastaj fillon të mësohet. Dhe procesi mësimit të tij duke kaluar nga ignoranca në dituri dhe njohje është interesant, i pandalshëm, dhe këtu kemi përmenë se njeriu ka mundësi me përfitu shumë gjëra nga ky realitet. Do thotë realiteti i ignorancës. Nuk dim, mësojmë. Dhe kështu kemi filluar të derse, ndërsa sot në flas për realitetin e fundit. Nga se jemi në fund dhe realiteti që njëri jeton jetën e kësaj bote është të nderuar vëllezër se çdo gjë në këtë botë merr fund. Kjo është realitet. Kjo është e vërtetë e pashmangshme. Andaj çdo gjë që kemi në këtë dunjë merr fund. Dhe prej asaj që mund ta përmendim këtë temë është realiteti i vdekjes. Njeriu jeton, angazhohet, përpiqet, kontribon dhe në fund vdes. Kjo është realitet që nuk mund ta mohojmë. E mohuam ne apo nuk e mohuam, e pranuam ne apo nuk e pranuam, kjo është realitet që ndodh. Dhe çdo ditë ne e shohim parasysh këtë realitet. Qoftë nga të afërmit ton, qoftë në fëmijësinë ton, qoftë në shoqërinë ton, në miqësinë ton e kështu me radhë. Mirë, po kur bie fjala për këtë realiteti i vdekjes, a thua vallë, si duhet besimtari me kuptu këtë realitet? Nga se kështu i munduar gjatë të Ramazan të shpjegojmë si të kuptojmë realitetet që ne jetojmë. Islami të nderuar vëllezër ka shpjegimin e vet për vdekjen. Edhe është më rëndësishme ta kuptojmë këtë shpjegim dhe pastaj ta kuptojmë këtë realitet në favorin ton, në dobinë ton, ta shfrytëzojmë këtë realitet për të mirën ton. Cili është kuptimi dhe koncepti dhe shpjegimi i Islamit për këtë realitet? Realitetin e vdekjes. E para të ndërmëzër është se nuk ka krijes që Zoti e ka krijuar e që nuk do të vdes. Askush nuk është i përjetshëm. Andaj nuk kanë mundësi njerëzit përkundër të gjitha përpjekjeve, kur nuk kanë mundësi t'i garantojnë vetës e tyre përjetësinë këtë botë. Pamundshëm është. Përkundër përpjekjeve. Sado që mund të jetë dikush i pasur, i mençur, i shëndosh, i fuqishëm, i pushtetshëm. Allahu xhallahu ala thot: "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Çdo krijesë, çdo shpirt ka me e shiju vdekjen. Ne kështu besojmë. Çdo kush do të vdes. Dhe gjithashtu të ndëruar vëllezër, kur bie fjala për vdekjen, zakonisht njerëz irritohen kur nin për vdekjen, mos na fal për vdekjen Allah ile, qëse diçka ma të gëzueshme diçka. Zakonisht e përjetojmë bisedën për vdekje
si diçka që na i rënon neve ëndra tona, na i prish disponimet tona. Vdekja është diçka që e hub disponimin e njerit. Vdekja është diçka që realisht është e pa dëshuar për njerin. A është kështu kuptimi i drejtë i vdekjes në Islam? Jo të nëzërë. Në që se kuptojmë drejt vdekjen, fundin ton, e kuptojmë drejt si pas asaj që Zoti ka shpjegu, vdekja dhe përmendja asaj, nga një burim i mërzis dhe piklimit, shndërohet në burim të disponimit. Nga një burim i dërzimit dhe plëkshtis, në burim të ambicës dhe vullnetit e kështu më radhë. Nga një burim i ndoshta humbjes së shpresës në një burim që t'jap shpresë. Po e kuptuam dhe vdekjen. Qysh ndodh kjo? Një nga dietarët ka thënë se vdekja dhe përkujtimi i vdekjes dhe kuptimi i drejtë i vdekjes ja sjell besimtarit 3 dobi të mëdha. Shikoni 3 dobi të mëdha. Cila është dobia e parë? Ka thënë kuptimi i drejtë i vdekjes i mundson besimtarit përmirësim të shpejtë dhe pendim. Sa njerëz thonë do ta bëj, do të përmirësohem dhe kurse bën këtë. Në momentin kur e kupton drejt vdekjen, se është një proces i pandalshëm dhe nuk e ke në dorë ti, mund të ndodhë nesër pas nesër, kjo e bën që ta kupton përmirësimin më me përgjegjësi, jo si lojë. Ta kupton pendimin më seriozisht, jo diçka si ka kohë. Andaj këtu vdekja ka ndikim pozitiv apo negativ? Mu pendu një për punëve të këqija, mu përmirësu njeri, a është ndikim pozitiv apo negativ? Është pozitiv apo. E dyta, nga dobit e përmenjes së vdekjes dhe kuptimit të drejtë të vdekjes, mëso është realitet, asë mundëm këtë me muhu. Falem në asë falem, na jemi dy këshkun drejtim të saj. Biles paku ta kuptojmë drejt e të përfitojmë prej saj. E dyta të ndërnullazë është se ja lehtëson besimtarit sprovat në këtë botë. Nuk ka njeri në botë që nuk sprovat. Janë të lloj-llojshme sprovat. Apo varfria është sprov, smundja është sprov, lloj-lloj sprova kanë në këtë botë. Dhe njerëzit kur i ka plan ndonjë sprov, zakonisht ndodh që njerëz disi ta humbin vullnetin për të vazhduar tutje. Sprova disi i gjunjëzon shumë njerëz, i dëshpëron. Kuptimi i drejtë i vdekjes së besimtarit është se sado që është e vështirë kjo sprovë, kalon, nga se po nuk kalojnë këtë botë, është një proces që e ndërprejnë këtë sprovë dhe kalojnë pastaj në shijimin e begative në botën tjetër. A nuk është ky burim i disponimit? Po, e disponon besimtarit. S'ki me hjek gjithmonë. Janë, ndoshta, po thëmë kushtimisht, hjeka po vuajtjet përkashme që çdo kush i ka, mirë po, për besimtarin vdekja nuk është fundi, është tek fillimi i një udhëtimi në amshim, ku ai shkon tash me i shiju begatit dhe shpëlimet Allah xhallahu ala. Gjithashtu të ndërlozër, ka thënë këtë dietar se kur njeri nuk ka mundësi me e realizu të drejtën e tij në këtë botë, i takon vëlla kjo. I takon kjo drejt. Mirë po, njerëzit kanë fuqi më shumë saj, kanë pushtet më shumë saj, edhe çfarë e privojnë nga e drejta e tij. Nuk ka mundësi me arrit këtë botë. E kujton vdekjen, thotë, kena me vdekje edhe në të dalim para Allahut natë. Shiko, është një ngushëllim për të, se nëse nuk ka mundësi me e kthy të drejtën këtë botë, ka më ardhur dita kur ka me e marrë të drejtën e tij. Ka me e kthy hakun e tij. Mos u ngut me e marrë me rrugë dhunshme. Mos u ngut me e marrë me mashtrime. Mos u ngut me e kthy padrejësinë me padrejësi. Nga se vdekja është ajo që ngushëllon këtë situatë. Po,
ndjeki rrugët e duhura, legjitime, ato çka duhet, ndjeki të gjitha rrugët me e arrit dhe me fitu të drejtën tënde. Po nuk mujte, ndodh kjo në këtë botë, nuk ki mundësi që të cëu dhe ngushëllau me vdekjen. Ka marrë deka, as kur s'ka marrë as gjë me vetin këtë botë, apo? Pe kësaj bote, kur s'ka marrë. As ti që po më merr hakun s'ki me marrë këta, këtu ki me e lanë. Dërsa unë e ti e kemi takim pas kësaj bote, apo? Sa është kjo ngushëllues, apo? Për besimtarin, erun, e qetësan. Nga se njëri kur i cënohet e drejta din me shpërthy, din me kun shumë, ndoshta edhe i dhunshëm edhe arrogante, e drejta janë po cënohet. Vdekja e qetësan, ka dale. Po, munau përpjeku mirë po, një të drejta. Nuk mujt e me marë, thuj kena me dalë për Allah të madhumove. Ajna i kompenzon të gjitha ato që ne i ka marrë pa drejtësisht dikush njët në kësaj botë. Ate shikoni të ndërëzëm, se si kuptimi i drejtë i vdekjes din me u shëndru nga një burim i dëshprimit në burim të disponimit. Njërë në bën nga një ndoshta nga një njëri që grumbullon energji negative të shumë të në që mundë me shpërtuj keq në njëri të matur, të but, të kujdesshëm, nga se e din se nuk ka mundësin këtë but njëri këtë me i marrë aftën. Ndaj e stabilizat. Tjetër që ka mundë për vdekjen të ndërlëzër është se vdekja është interesant. Vdekja është e cila i largon të gjitha dyshime dhe hamendjet. Besimi në Allah xhalla xhelaluhu i është prezentuar njerëzve përmes pejgamberëve të Zotit, përmes shpallëve të Zotit. Dikush ka besu, dikush s'ka besu. Apo? Dikush e ka besu Kur'anin, dikush se ka besu Kur'anin. Dikush e ka besu Muhammedin a.s. Dikush e ka besu Muhammedin a.s. Dikush e ka besu gjennetin edhe xhenemin, dikush si ka besu. Apo? Ka kështu, edhe kështu, edhe kështu. Mirë. Vdekja në jap një mësim dhe thot, të gjithë kanë me besu, veç është punë koha. Të gjithë kanë me besu, veç është punë koha. E cila është ajo kohë? Vdekja. Njeriu kur të vdes, pastaj gjitha ato që i ka pas në hamendje dhe ka dyshu, i bon të qarta atjaptën. Mirë po, ka një dallim mes besimit dhe përmirësimit para vdekjes dhe mes ati që ndodh pas vdekjes. Ky është dallimi i jonë me tjerët, veç na kena besu në diçka që duhet me besu para vdekjes, prandaj për këtë meritojmë shpërblim. Dikush tjetër e kalon me besu mas vdekjes, e atë nuk kryen punë, ama për me besu 100% ka me besu ato. Nga se nuk mbetet më e fshehur, bëhet e qartë, e kristalizuar. Andaj fundi neve dhe vdekja na jap një lloj fuqie të besimit, një lloj bindje, një lloj kënaqësie se ne e kemi bërë për zgjedhjen e duhur. Nga se dini në ndëruar, ka herë për shembull, mund të bëni punë, po s'ka vlerë kur bëhet mas kohe. Nxon se provimin kur duhet me shkuën në shkollë, do thonë provimin në shkollë. S'ka mësu në kohën kur duhet me mësu. Ka him provim, ka ngel. Ka ngel, ka dështu. Mas provimit, tash merr e lexon çat land. Ai këtë botë ja sheharin, po më në kuptim të më avantshëm. Po në raport me provimin, a ka ndonjë dobi mo? Ja, ka marr fund. Dhe vjen afati tjetër, pastaj këshyrëm. Ama për të kaluar mor fund, është dash kët energji të leximit me bukur. E para provimit, çat herë. Ama për me lexu, gjithçysh kemi lexuar. Edhe ne themi, me besu në xhennet, gjithçysh ne kanë besu. Në xhenem, gjithsesi kanë besu. Mirë, po është punë kohe. Andaj na kur e shohim, na kur e kujtojmë vdekjen, dhe vdekja sa ka me kristalizu prej punëve, sa ka me i qartësu, na shtohet bindja. Vdekja bëhet burim tash i bindjeve tona. Vdekja tash më bëhet burim i qetësisë tonë ratis. Alhamdulillah. Kam besu me kohë. E kam bërë për zgjedhjen e duhur kur duhet me vë. Tash, nga se kur të kalon koha,
e besimit, e që është kjo jetë kalon, njerëz të kanë besuar. S'ka që kanë besuar, ma e shë parasysh gjenetin, e shë mo, s'ka mo. Mi po thash, vdekja shiko kuptimi i deti vdekjes, ne e disponime keq ka i ceka, krasaj, ne e edhe bindje, ne e qetësi, ne jep një lloj prehje dhe sigurie se e kemi bërë për zgjedhjen e duhur. Gjashtu përfundua them të ndërlozër se vdekja dhe fundi, ky realitet i pashmangshëm, i hidhur apo i ëmbël, i pranuar apo i refuzuar për njerëzve, sidoqoftë, kjo është realitet i pamohueshëm. Ky realitet të ndërlozër i mundson njeriu që të bëhet më dobiprurës, më dordhënës, më bujar, më i mirë, se që ka qenë para njohjes së vdekjes. Allahu Gjelle Gjelalu po të ofron ti krijesë e tina. Allahu po të ofron një tregtime te. Këtu, në këtë vend, jepe një, kur del jashtë atje, i merë 700. Tregom një në këtë botë, të nërëzët, t'ju bëj një pyetje. A ka treg në botë sot, treg në botë, që ti shkon me shi diqka, ose me ble diqka, e dyqanët jenë gjithë një në me tjetër, këtu një. Një produkt këtu kushton 10 euro. I njëjti produkt, i njëjta firmë, i njëjti lloj, i njëjti produkt, në dyqanin tjetër kushton 100.000 euro. A ka kështu në botë dikun? Ja, s'ka kështu. E pa mund shmërt. Ka që dalimet mëja, mund me pas pak, po shumë pak. Ma dje s'ka as në botë s'ka ka që dalimet mëja, hapëtën. Edhe këtu, edhe në Kinë me blej mallin, me pru në Kosovë, dalimet janë as parafërsisht s'ka këtë që pa thëmën apë. Allahu Gjelle Gjelalu po të mundësën po thëtë. Bane një tregti me mu këtu, veç një hap maraton, ta paguj 100 fish, 700 fish, ta paguj ma shumë se që shkën menja t'ju apën. A i pragu që e dëllën, shitjen dhe mardjen e fitimit është veç një prag, i quajtur vdekje. Veç duesh me vdekje dhe me e marrë apëtëm. Shiko qëfar ka thënë pejgamberi s.a.s. Ka thënë kush e lexon ajetul kursin, kush e lexon tesbidohen Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, që kënojmë namazin, ka thënë Muhamedi, kush e këndon ajetul kursin pas çdo namazi, veç vdekje e ndon për xhenetit. Në xhenet je, veç duhet me dek me shkun aton. A e pranon këtë marrëveshje me Allahun xhallahu xhelalu? Andaj vdekja t'jep kur ajo ti është bujar, që të bësh tregti me Allahun xhallahu xhelalu, nuk ki hesap, vallahi me punu për dikon tjetër. Qysh i bjen kjo me punu për dikon tjetër? S'ki hesap me prit me të lavdur njerëzit. Se e shet njeri e shet mallin lirë, vallahi kur e bën përsye për faqe atë. E shet mallin lirë. Tonat mund të bën dikush që në fund dikush më thoni i mëshëm. Po lirë është kjo valla, se njerëz thonë i mëshëm, një vit të lutem dikur. Stojnë mua ato. Dikush jep, i thon dikush bujar, mashallah ky dordonës. Po ata kanë një muaj, 2 muaj kanë më lodh, kanë të harru ty apo. Keç ka dhënë ke shit për 2 muaj ditë lavdata. Po s'ja vlen Allah, ke pas se sot me pagu dikon me rrok një vjet, livdom ku të mush, ma lirë ta ke shit ato. Andaj Allah xhallahu po thot, mos u shit lirë Allah. Shitu shtrajt, e në cilin treg, në tregun e quajtur vdekja. Vdekja të rrit pazarin, t'jep kuraja, jep e këtu, si dilsh ati kime marra pëtën. Veç, a kime me të padalën aton? Jo, vallaj, tonë këna me dalë. Ma di atje ku mund të deshtë ma shumë se këtu apëtën. Ka kalu një ditë pejgamberi sasem para në varezave. Varezat ka kalu pra në tyne. I ka thonë shokëve të ti pejgamberi s.a.s. A e dini këta njerës që janë të vërrosën këtu? O dhe në ruar, kjo është çështje kohe, apo? Sot na po flasim kështu, nesër mund të bëjmë ne ata që folet për ta kështu, apo? Shumë është e afërt kjo. Tha pejgamberi s.a.s.
A e dini këta në Varreza çfarë kishin pas dëshirë? A jo dini dëshirat banorët Varreve, a e dini jo? Nuk i dim se s'flasim me ta. Por Zoti xhallahu ala i njeh, nga sa ajo është në këtë botë dhe në tjetër në botë, Allah xhallahu ala është në gjitha botrat. Ai njeh të gjitha botrat. Ai din për gjitha botrat. Ai e ka lajmëruar pejgamberin alayhi salatu wasalam. A e dini, tha, ju o gjallë, dëshirat e këtyre të vdekurve? Tha, jo, ja Rasulullah, s'dim, ku e dim në që kanë qefta? Tha pejgamberi s.a.s. dëshiran njëri për këtyne këtu. Ta kishte pas krejt që ka keni ju, ma dje dhe ma tepër, krejt këtë botë kish pas qef me pas, dhe e kish dhonë si qmim, që t'ja mundësën Allahu me dalë prej këtu, me i falë 2 recate dhe më këthy prapë. Ti sa pare i pagun me i falë 2 recate? A pagun? Me arë me falë sabajnë, a ka pas dikush të përmer pare të gjamija të bileta? Me i falë me bilet? Ska Allah, pëtën. Me thonë estagfirullah, me thonë subhanallah, a duhet para, a duhet mund, a duhet njërës? Jo, Allah, shika sa është e lirësat, veç e kalon pragun atje, shumë shtrejt kërë të në tënë, subhanallah, shumë shtrejt kërë të në tënë. Shika sot në flasim 1 euro, 2 euro, shika sa është e lirë, 1 euro me dhonë njëri, 10 euro, ku shika mundësit, ma shumë, ma pak, shika këtu sa është e lirë, veç e kalon pragun e vdekjes, shumë e shtrejt bota, krejt kish pas që njëri me i dhonë, veç mu këthy ka, edhe njerë me dhonë e me shkua tja, s'ka mundësi ma. Andaj vdekja në vedisën, që të bëhemi vepër mirë, të dobishëm, ta shfrytëzojmë rastin e kësaj tregtie marrëmendse për me fitu, para se me skadu afati i marrëveshjeve dhe ofertave. Çdo ofertë skadan. A ke pa edhe ata kur prezantojnë shpejtoni, nxitoni, ngutuni, që kufizum, sasia kufizume, edhe njerëzit na kemi pa në vene të jashtë, kur marketat njërë ofrojnë lirim, njerëzit i kom pa, din 30 orë, presin ren, me mujt me i të partë, me marë mallin të partë. Pse? Vepë së është i rukë 50%, 70%. O petë ka me e pagu, dhe që si ma për para, pëtën. Nërsa, na me ble gjenetin, a na bjen me prit në ren dikun? Kur kuna vëm. Kur dushte Allah, kur së nuk këtë Allah, prit një rëtëmi se për falin shumë, së më pingoj tonë vëpën. A ndodhë kështu me thonë Allah, prit një veç pak, të falin ata njëre, në tonë të tërkun ata, dhe të falë përendimi, saban, ta një lindja, se tonëve së më po jungaj. A ndodhë kështu? Jo, Allah, tonë për njerë falë, të gjithë kërkan një nga Allah, të gjithë dhe e jep ju pagu në shpërimin. S'kini një prit, e që më s'ki gale. Drejt për drejt, hinë dhe merë malë dhe dil. Këto ta mundë së në vdekja, ma kërë e këmë të në drejt, andaj nuk ka ven që vdekja me konë panik për neve, për konë razi. Vdekja në e lanë, në e vullnet, është e pa pranushme nga aspekti islam, që vdekja me qena që na i lëshina duhet mo. Ja mo, vdekja, për mana dekëna, ma ke prej i mytin, jo kështu. Kur u përhap lajmi në hud, së është vra pejgamberi s.a.s. U përhap lajmi, deq pejgamberi s.a.s. Da njerëz ullën, thanë, a u dek pejgamberi, ja, tash më ukull, që shtu që ungjën? Ka lej për të një ashab të tërë, thanë, që ka një ullë kështu? Thanë, po u dek pejgamberi, po nësë u dekaj, po që në prodhe ju desi si aj, në punë të mira, vazhdani, që ka një ullë? I mësaj që vdekja të mësën me levizë, vla, jo më ullë. Vdekja të mësën që me qenë aktiv, jo pasiv, s'ki ko, po shkon koha. Vdekja të mundësën me shudzu kohën, jo me nejtë dëmbelen me flajt, s'ki ko, jetë të donë për kësaj bote, s'ka kohë me nejtë, me flajt, me uarë, duhet punë, angazhim, po dalëm, me fitu sa më tepër. Shikoj këtu kuptime të rëndësishme që i sjellë kuptimi i dhe vdekjes, e shumë të tjera. Por unë e lusë Allah në gjallë leura që Allah na mundëson që ta kuptojmë jetën mirë si duhet, ta shfrytëzojmë këtë jetë si duhet, dhe kur e kalojmë pragën e vdekjes, t'i vjelim frytet e angazhimit dhe kontributit tonë që kemi bërë në këtë botë. Dhe krahas kësaj, të lejmë gjurmë të mira në këtë botë, që kur dalim nga kjo botë, të përmendem me të mirë. Filoni ishte që e bën të këtë. Dhe zëndëruar, bëhuni nga ta që kur dilni nga kjo botë,
ta ndije njerëzit mangësinë e juaj, ta ndije njerëzit se kelon bashkë Allah vështirë me mush këtë bashlluk nga mirësia e madhe që e ke bëu. Bëu i tillë, nga se kështu na mëson vdekja, kështu na mëson Islami që ta kuptojmë vdekjen apo. Dhe këtu në realitete që ne i jetojmë, por që duhet i kuptojmë drejt. Allahu na ruaj dhe na udhëzot, dhe për fund dua t'ju falenderoj edhe juve me të vërtetë për sabrin e treguar gjatë muajit, të gjitha aktivitetet tona, veçanërisht në këtë ders sabat që me të vërtetë i keni habit të gjithë që me këtë prezencë dhe me këtë sabër rrini pa lëviz fare dhe ndëgjoni pas namaz sabat. Kjo pas namaz sabat jashtë Ramazanit është sfidë më nejt. E lërëm në Ramazan ku gati as kush më nuk flen për shkak se është afër teravijet namazin natës së sabahut dhe ju mbi gjitha këto angazhime keni nejt dhe keni dëgju, lutë Allahun që t'ju paguaj me të vërtetë për çdo mund dhe sakrificë, çdo çast që keni kaluar me ndëgju dhe me mësu, lutë Allahun t'ju bën pishtar të mirës, udhëheqës dhe nga ata që me të vërtetë u ashë hajrin ky vend dhe ky popull, madje edhe bota mbar. Zoti ju ruaj dhe ju shpërbleft, e lutë Allahun që të na takon në hajër dhe në punë të mira dhe të na përfundon me hajër këtë muaj të bekuar. Zoti ju shpërbleft, ju bekoft edhe ju nderoft në të mirët e tij. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.